Familjarët e Dolçes kanë reaguar përmes llogarisë zyrtare të konkurrentes në Instagram pas deklaratës së Leonora Jakupit gjatë prajmit të mbrëmshëm. Reagimi i tyre ishte drejt për drejt ndaj Leonorës, e cila është opinioniste e formatit pas komenteve që ajo bëri kundrejt Dolçes. Kur gjykon mua, shpejt po e harron të kaluarën tënde, pastaj në moshën që ke normal vetëm gjumi të ka ngelur, kanë shkruar ata duke etiketuar emrin e saj në postim. Leonora gjatë prajmit të së premtes i tha Dolçes se ajo po zëmeshkuj, më shpejt se sa i zëgjumi atë. Deklarata u prit me reagime të shumta, madje edhe nga vetë konkurrentja. Pas situatës me limin dhe gjendjes së rënduar emocionale të Albës, Jakupi akuzoi Dolçen për mungesë empatie ndaj ish të dashurës së Limit, e cila po përballej me faktin se Limi dhe Dolçe kishin krijuar një lidhje para syve të saj. Veprimtarja shqiptare nga Sanxhaku, Amina Nura, i kërkon nga presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti që shqiptarët e Sanxhakut të mos trajtohen si të huaj në Republikën e Kosovës, dhe të mos detyrohen në regjistrime apo kufizime për hyrje dhe qëndrim. Ajo e konsideron këtë ligj një gabim të rëndë që cënon drejt për drejt familjet e tyre. Amina Nura i kërkon që shteti i Kosovës të ndërmarrë hapa konkret për të mundësuar shqiptarëve të Sanxhakut pajisjen me dokumente të Republikës së Kosovës dhe trajtim të denjë të barabartë. E nderuara presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, dhe i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, shqiptarët e Sanxhakut nuk janë të huaj në Republikën e Kosovës dhe nuk ka nevojë për asnjë regjistrim apo çregjistrim kur hyjnë në vendin e tyre, në shtetin e tyre, në Republikën e Kosovës. Keni bërë një gabim të madh me këtë ligj, veçanërisht për ne që nuk po na jepni dokumentet e Republikës së Kosovës, e megjithatë kemi familje, jemi martuar në Kosovë dhe duam të krijojmë familje këtu. Shpresoj që në të ardhmen do të filloni të punoni për të u siguruar që shqiptarët e Sanxhakut të respektohen, të paktën më shumë nga ju, të cilët jeni në krye të shtetit të Republikës së Kosovës. Dhe shpresoj se do të na mundsoni neve, shqiptarëve të Sanxhakut, që t'i kemi dokumentet e Republikës së Kosovës, shkruan Amina Nuraj në Facebook.